të dërguarit Allahut nuk kishin ndonjë mekanizëm dhe ndonjë instrument tjetër, pos asaj me i thirr me sjellje të mirë dhe me fjalë të mira popullin në rrugën e Zotit. Pejgamberët e Allahut nuk kishin mekanizëm tjetër. Zaten tek çështja e thirrjes drejt rrugës së Zotit nuk duhet të kemi edhe mekanizëm tjetër, nga se besimi duhet të vjen në mënyrë të natyrshme, si një bindje e vullnetshme që njerëzit e pranojnë. Në të kundërtën, nëse përdoret ndonjë lloj mekanizmi represiv, atëherë kjo nuk është besim. Nga se njerëzit nga friga apo dhunshëm kanë pranuar diçka, por besimi duhet të vjen si bindje e vullnetshme, në mënyrë të natyrshme, duke u përgjigj thirrjes së Allahut dhe duke u dorëzu para argumenteve, dëshmive, fakteve, të cilat janë me numër shumë të madh në brendinë e Kuranit dhe në mësimet e pejgamberit alayhis salam.